Përshëndetje të dashur shikues. Sot në emisionin Distantrek do të jemi me një ikon të futbollit shqiptar. Ai nisi karrierën e tij në Dinamo, pas së Tiranës në ndërrodhe klubit. Së bashku duke luajtur në Bullgari dhe Europë. Ju ftoj të na ndiqni në një film ekskluziv me futbollistin Ditmar Micaj. Aktualisht trajneri i këtij viti ka parë në një ekip profesionist në kategorinë e parë, ka shkruar histori. Përshëndetje Ditmar. Ne jemi të nxënës të klasës së 7 të shkollës fillestare. Unë jam Martin Prek, dhe kjo është një Sot e kemi së përpjetër në karrierës tuaj si futbollit. Kur ishe i vogël, a ke dashur të menduar të bësh një futbollist në cilën moshë ke nisur? Përshëndetje, Martin, përshëndetje Aiden, ju falenderoj shumë sukses. Shkolla Phoenix, sa i përket pyetjes ka qenë jandra ime, që të është futbollist në 7 vjeç. Pastaj lutem deri hapa të shkrim. Në ta pasaj të parë të vitë, në një dhe nga pasaj të që ka ndaj nga kjo ambient të rinë ne jemi tani ka ka qenë në kontekst Dinamo, ka shumë futbollit dhe më thonë ka qenë në më e madhe, ka qenë pasioni i jetës dhe jam shumë i lumtur që atë pasion që kam pasur e kam çuar deri në klubin që kam dëshirë. A të kam përshëndetur prindërin për futbollist? Sigurisht po. Pa prindrit, pa mbështetjen e tyre nuk do ishte këtu. Kështu që familja është ajo që më jashtëzakonisht. Dhe drejtë më mban të që për të vetë sepse më kanë mbështetur dhe pastaj të gjithë profesorët hap të parë karrierës që mësuan, edukuan e këtë bëjmë. Si e nxjerr kur ke bërë debutimin tënd profesional? Po përshëndet për herë të parë. Debutimi i parë ka qenë 17 vjeç, po me ekipin e Dinamos në një ndeshje klube, në këtë fushë, por nuk ka qenë kaq e bukur, kanë qenë kushte të tjera, por pasioni jashtëzakonisht shumë i madh dhe emocione shumë të mëdha, por edhe kënaqëri, sepse në moshën që isha në gjimnaz, isha gjimnazist dhe për nesër kur shkova në shkollë, të gjithë shokët më përkuzuan. Një kënaqëri, kështu që ende shumë e freskët në momentin. Kur ke ndërruar ekipe, a ke qenë lehtë ta ambientohesh? Kjo hajde është pak pyetje e bukur, po ambientimi ka të bëjë shumë edhe me mënyrën se si të presin, por edhe me mënyrën se si vetë karakteri i një futbollisti qaset me klubin ku shkon. Unë kam qenë karakter jashtëzakonisht shumë pozitiv, jam pushtat shumë shpejt, kështu që kam ndruar mbi 12 klube në karrierën time, nuk kam pasur asnjë problem. Si brenda Shqipërisë ashtu edhe jashtë. Çfarë ndjesie është të ngresh një trofe? Është mundi i gjithë sezonit, është sakrifica e gjithë trupit, është sakrifica dhe dëshira të çdo presidenti që investon në një klub profesionist, që në fund të shpërblet një trofe, kështu që trofeu është ajo që është jep pitort, sepse ke një punë 10 mijore që ti fillon në moment. Sidomos për luajtjen e verës, ku gjithë janë në plazh, por presidenti apo që ka punë në temperaturë të larta, kështu që është një emocion i cili jashtëzakonisht shumë i madh. Si puna të nxënësit që fillon shkollën shtatë. Pra që mesatarë, shumë pjesa më lart, që është diçka jashtëzakonisht shumë. Si të ka qenë një ndeshje pa harruar? Ndeshja e paharrueshme ka qenë në Europa League, në Skënderbeun e Korçës, ku ne fatkeqësisht u eliminuam me penallti, por që thënë drejtën pavarësisht se u eliminuam me penallti, kemi pas një lloj mbështetje të jashtëzakonshme si rrallë herë, që një penallti do shtuhet nga njerëzit sepse kemi filluar me shumë bukur, që jashtëzakonisht me penallti, por që ajo humbje na kthyen forcë sepse pas një viti po na pjesë në karrierë. Kështu që futbolli është i bukur sepse edhe atëherë kur ti nuk merr një rezultat pozitiv, ku shikon që ti po marrësh shtetin nga tifozët, është i bukur se ti forca nga zona botare. Një vesh që do të ishte pjesë e karrierës time kompletore. Mund të thotë normal. Kontra një Shqipërie, vesh fatin e në momentin ka një shumë nga që një shumë të zonë në nëri që është të 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 shumë që për një të avesh është të në kontarës besoj së të të ishë shumë. Si të cili me qenë për kushtari për e vështirë që me pasë?
Kundërshtarët kanë qenë shumë vështirë, por do thoja Pero Peq, Sikino Plagu, Daniel Gjafa, Devi Muka, do thoja futbollistë që është shumë e vështirë të gjesh. Ditën e sotëm kam pas falin që nuk i kuptuar, që asë fezët në shumë mirë. Bekim Kuli po ashtu ka qenë një plejat që ishte shumë e vështirë, por që edhe ne ishim të fortë, që që kanë qenë të dojnë shumë. Cili është idulli ju? Idulli im i frymërisë ka qenë Mikael Ballack, kapiteni i Gjermanisë, i futbollistë të Bayern Munich, dhe kam pas idull se si shënon në kush, dhe pastaj po të marrësh nga ekipe shqiptare, nga lojtarë shqiptarë që kam pas një idull, ka qenë Rudi Rapa. Mënyrën të luajtur, për personalitetin që shfaqte në fushë, po mbi gjitha për edukimin që kishte, sepse përveçse që kapiten në ekipin lojtar, transmetohet edhe shumë fryth pozitive të grupi, por mbi gjitha një respekt që të kishte për familjen e tij. Cilat kanë qenë arritjet e tua më të mëdha? Arritjet e mia më të mëdha kanë qenë 5 herë kampioni i Shqipërisë, një herë fitues i Kupës së Republikës së Iranit, një herë finalist në Bullgarisë, pavarësisht se nuk fitove prapë, por nuk ka qenë arritje sepse isha vetëm 20 vjeç. 2 herë fitues i Kupës së Republikës së Shqipërisë, kështu që me trofe besoj jam goxha i ngopur. Do e kisha më shumë, megjithatë edhe me presën nga marrja jam i lumtur. Ju jeni trajner, baba një djalë dhe djalë një sportiv. Sa rëndësishëm për sportin në jetën e një njeriu dhe a keni një mesazh për mua dhe për të sot? Unë jam rritë nga babaj me frymën e futbollit. Futbolli është thoya diçka, jo vetëm po sporti përgjithësi, të gjithë fëmijët, të gjithë prindërit u bëj thirrje që t'i dërgojnë fëmijët në sport, sepse sporti mbi gjitha i edukon ato, i bën më social, i bën më edukativ. Sporti do thoya është diçka jashtëzakonisht shumë pozitive dhe ka lidhje forcon si nga ana fizike ashtu edhe nga ana psikologjike. Ke momente që ke ditë jo, ke momente që ke ditë po, kështu që në sport i mëson të gjitha, kështu që atë frymë që kam marrë nga baba im do të transmetoj edhe tek djalin im, kështu që do vazhdoj të kontribuoj tek sporti dhe uroj shumë që vresë të që do të Shqipërisë keni rezultate të mira. Intervistës sonë ka ardhur fundi. Do të falenderojmë fillimisht zotin Dikar Pica që sot është prezantuar. E gjithashtu do falenderoj pa harruar shkuesat. Ishte jemi në emisionin e radhës Ekstra.